Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së ujorit. Siç e shihni, unë letrat I kam hapur. Doja të bëja diçka ndryshe. Pse? Nga që është e stresi kur je duke regjistruar kur I hap letrat, mundohesh të fillosh të flasësh dhe doja kësaj radhe të kisha më shumë kohë për të analizuar letrat një nga një dhe që të vi si me një ta them tregim të vetëm. Të dashur ujor, ky është një lexim që flet për një rrëzim të madh. Çfarëdo lloji apo në çfarëdo forme të ketë ardhur ajo. Por edhe për një ngritje që të vijë nga vetja, nga forca jote e mbrëmshme dhe nga durimi yt. Kulla dhe 10 të shpatave tregojnë se diçka është shëmbur. Mund të ketë qenë një ndarje, një tradhti, një zhgënjim I madh, ose thjesht një e vërtetë që të ka ndryshuar përgjithmonë mënyrën se si e sheh veten dhe jetën, mënyrën se si mendon, mënyrën se si ke parë të tjerët. Kjo nuk është thjesht një fund, është një zgjim I dhimbshëm, por I domosdoshëm, të dashur jor. Në mes të gjithë kësaj forca dhe krye priftëresha, thot fuqia jote nuk është tek ajo që ke humbur, por tek ajo që ke gjetur në heshtje. Do thot, fuqia nuk është aty, fuqin po e merr me vete, është me ty. Asgjë nuk po humbet, çfarëdo që të ke qenë kjo. Ti je më e fortë se sa duket apo se sa I di, dhe ndonë se tani mund të ndihesh bosh, e humbur, brenda teje po ndizet një dritë e re. 7 të monedës tregojnë që gjithçka që po përjeton është pjesë e një cikli që po mbyllet me qëllim. Ka diçka që duhet të mbaronte për të liruar nga ajo që të mbante pas. Peng në diçka. Dhe ti je afër përmbushjes. Edhe nëse tani të duket e largët. Mbretëresha e kupave dhe kalorësi I monedës të japin shpresë të qartë, të dashur ujor. Mbaje zemrën tënde të hapur, por pa e dhënë, pa mas, siç keni dhënë. Kujdesu për ndjenshmërinë tënde. Ajo është dhuratë, jo dobësi, absolutisht asnjëherë. Ec ngadalë, por ec me përkushtim. Rruga jote do ndërtohet gur pas guri dhe çdo hap do të vlej. Këtë mos e harroni. Mesazhi kryesor I këtij leximi po kalon një pastrim të thellë. Kjo nuk është fundi, është çlirimi I asaj që s'ishte më për ty. Të jesh I butë me veten. Shërimi nuk ndodh brenda natës. Për çdo ditë do bëhesh më I kthjellët dhe më e fortë. Rruga e re po vjen dhe ti do të ecësh mbi të si një version I rritur, I mençur dhe I qartë I vetes tënde. Pra, në momentin kur gjithçka shëmbët, aty nis ndërtimi yt me të vërtet, apo më I vërtet, të dashur ujor.